A e dini që në zemër të Turqisë ekziston një zonë ku kishat janë ruajtur me fanatizëm prej shekujsh? Kapadokia njihet për balonat e saj me ajër të nxehtë, por historia e saj është e ngulitur thellë në shkëmbë. Në këtë zonë ndodhen me qindra kisha bizantine, të cilat janë ruajtur të paprekura deri sot. Por si mbijetuan ato në një rajon që ishte për shekuj nën sundimin osman. Pjesa më e madhe e këtij ekuilibri i atribuohet dervishit mistik Haxhi Bektash Veliu, i cili u vendos në këtë krahin në shekullin e 13. Doktrina e tij e tolerancës, paqes dhe respektit për tjetrin bëri që komunitetet e krishterë dhe vendet e tyre të kultit të mos shkatërroheshin, por të mbroheshin edhe nga besimtarët musliman. Sot këto kisha shkëmbore nuk janë thjesht pjesë e historisë bizantine, por një dëshmi e tolerancës fetare.